Rusia dhe Ukraina rënë dakord për një armpushim për Pashkët Ortodokse me presidentin Putin që tha se ka urdhëruar trupat ruse të ndalojnë zjarrin në të gjitha drejtimet këtë fundjavë. Deklarata nga Moska erdhi pasi Volodymyr Zelensky bëri thirrje të përsëritura për një armpushim, të gjitha të injoruara nga Kremlini. Tani Putin ka njoftuar një armpushim nga ora 16 sipas orës lokale të së shtunës, me 11 prill deri të dielën e Pashkëve, duke shtuar se pret që Ukraina të ndjek shembullin e Rusisë. Ai urdhëroi forcat e tij të jenë gati për të kapur provokimet e mundshme të armikut dhe çdo veprim agresiv. Presidenti i Ukrainës Zelensky njoftoi përmes rrjetit social X se Ukraina ishte e gatshme për hapa simetrik. Njerëzit kanë nevojë për një Pashkë të lirë nga kërcënimet dhe një lëvizje të vërtet drejt paqes, shkroi ai. Rusia ka një shans të mos kthehet në sulme edhe pas Pashkëve. Më herët këtë javë Zelensky tha se i kishte kërkuar Shteteve të Bashkuara t'i kalonin Moskës një propozim për një armpushim gjatë fundjavës së festave si një hap i parë. Kjo do t'u lejonte njerëzve të relaksohen në të gjithë vendin ku sirenat e sulmeve ajrore janë pjesë e përditshme dhe raketat dhe dronët rus vazhdojnë të vrasin dhe plagosin civil.